Nejse, kryesorja është që Gentiana na la një shije të mirë. Jo në pak raste milioneri absolutisht që në sfida të veçanta gjithmonë me jo 3 ndima ka përdorur për sfidantët, por gjithmonë ngrohtësia e shtëpisë milionerit, publiku, entuziazmi, heqja emocioneve, në fundit ky është funksioni dhe roli moderatorit, me i thatë të kuptojmë. Duke patur dhe pak risk brenda në këtë rast merri keq se të paktën edhe sikur të shkonte në raundin e dytë garantuar do ishte një shije. Edhe në përgjithësi njerëzit që kanë ndihmë mua më shijojnë që të shkojnë edhe më larg. Me i thatë ne do të vazhdojmë garën, kështu në fundit kështu është gara. Pra tek ne di, por mirë të kontrollosh emocionet, të dish të ecësh sa më larg. Vim tek sfidantët e tjerë sepse në këtë moment do të vazhdojmë përsëri garën. I lutem regjia pyetjen për përgjigjen më të shpejtë për sfidantin e radhës. Renditi këto treva si pas numrit të popullsisë shqiptare duke filluar nga jo me më pak. Maqedonia, Shqipëria, Kosova, Malizi. Renditja Malizi, Maqedonia, Kosova, Shqipëria. Më i shpejti Fadil Dalipi Dardan. Mirësere. Bukur. Pra, sfidanti i dytë i kësaj mbrëmje, Fadil Dalipi Dardan. Mirë se erdhe i dashur mik. Mirë se gjeta. Në përgjithësi edhe në bazë leximit të formularit jam unë që ju prezantoj për publikun e gjerë para për telespektatorin. Por më saktë këtë le ta marrim nëpërmjet jush. Kush jeni dhe çfarë përfaqësoni? Profesioni juaj? Me profesion jam arkitekt. Arkitekt, keni vite që merreni me këtë profesion? Diku prej vitit 89. Ashtu? Sa vjen? Punonin në një zyrë apo? Po, kam punu në për kompani të ndryshme, në për botë dhe tash punoj me organizatën e Kombeve Bashkuara që është si mision e Kosovës në ndihmë qeverisë lokale dhe qendrore për planifikim hapësinor. Po, bukur familja juaj? Familja ime përbëhet prej bashkëshortë të shpresës dhe 2 princeza, një tigër, është Valeria dhe Vlona, më i vogël është Narti. Qofshi një familje e lumtur. Drejt. Të kthehemi tek sfida, tek loja, janë 15 pyetje, të ndara në 3 nivele, niveli i parë garantuar 250 euro, niveli i dytë 1750 euro dhe premio në pyetjen e 15 50.000 euro. Shoqëroheni në këtë sfidë, nuk po e përmendin edhe kushtin e 4-të që mos me gabon përgjigje. Telefononi mikut, ndihma e publikut 50 me 50, absolutisht mua ndihmë, po se po, publiku në mrekullueshëm, një duhet të kite për sa i takon pjesës emocionale të sfidës. Le të startojmë. Pyetja e parë. Për një punë që ecën në ritme shumë të ngadalta, thuhet se i ka hipur breshkës, i riqit, mushkës, pulës. Gjitha këto e kryen punën kështu ngadal, me siguri, por më ngadalshmja është breshka, që njihet jo vetëm se për punë, për të gjitha sendet tjera, kuj do i thot po shkon si breshka, po punon si breshka, po flet si breshka, dhe përgjigja ime përfundimtare është në A breshkës. E saktë. Pyetja e dytë. Kush është e nxehtë kur jemi para një situate të vështirë dhe me rrezik? Kafeja, karrota, patatja, akulloria. Përgjigja përfundimtare është në C patatja.
Ndonjëherë ke parë kur I futemi një gjë dhe shikojmë që nuk është ajo në thelb gjithmonë dele kundërta, shumë të themi që akulloria? Zakonisht akulloria, kur bëhet vetë nxehtë, nuk është akullore, po është lëng. Esakt. Pyetja e tretë. Çfarë nuk mund të bëjë një njeri modest? Të punoj, të dashuroj, të mburret, të flej. Zakonisht një njeri modest shpeshere thot që une nuk jam modest. Apo jo, më falë, une jam modest. Dhe njeri modest, për shembull. Ju jeni modest? Po. Po, ju jeni modest. Ju punoni shumë. Shpreheni se dashuroni shumë dhe për gjitha këto keni shumë paku me fjetë. Mirë, po asnjëherë nuk ju kam dëgju pos një rasti kur e përmendni familjen e juve që të mburreni. Dhe prej kësaj muj me konkluzë përgjigja përfundimtare është në nëse të mburret. Esakt. 100 euro për ju kalon në pyetjen e katërt. Sipas fjalorit të gjykatësve dhe policisë, si mund të jetë nën toka? Arkeologjike, e organizuar, geotermale, e pasur. Nën toka cila mirët me krem, e kejt disi I marrin zilia aty në që mirë me krem për të pasuruar, më thonë, edhe kjo vlen. Nuk mund me u pasuru pa që një organizuar. Me geotermik nuk mund me u pasuru po ashtu dhe përgjigja përfundimtare është në B, e organizuar. Esakt, Fadil, esakt. E pyetja e 5, për nivelin e parë të garantuar. Në komunën e cilit qytet gjendet banja e Pejës? Klinës, Pejës, Gjakovës, Istogut. Banja e Pejës është shumë edhe njohur në Kosovë, që faktikisht njihet merr me banja I Ligjës e jo banja e Pejës, për shkak se me siguri në turqisht I Ligja do të thotë vend ku pushohet dhe mund të kurohet. Gjakova është në jug të Kosovës, kufi afër Shqipërisë, nuk vjen në shprehje, nuk është me komunën e Pejës. Jam në dyshim mes komunës së Klinës dhe komunës së Istogut. Po mundona me I vendos geografikisht në drejtim horizontal komunën Klinën dhe Istog. Kush është më në veri nga këto? Më në veri është komuna e Istogut. Po shkoj me përgjigje numër A, Klinës. Jo, mos u nxito. Nuk po nxito, na thash po shkoj, nuk e thash. Po shkon, po kalon nga Klina. Nuk e thash. Po kalon nga Klina dhe... Jo, unë definitivisht po e kërkoj ndihmën e publikut në këtë. Po kërkoj ndihmën e publikut, po. Ose jo, një minutë. Kështu, vetëm se pak. Një sekondë. Përgjigja e përfundimtare është në D Istogut. Ndodh çfarë ndodh. Tash e nise Klinën. Jo. Te Klina, unë se kuptoj pse do të kalosh te Istogu. Për shkak se Istogu është më në veri dhe është më afër Pejës. Kush ta tha këtë? To e thoj ke profesori Haki në gjeografi diku në klasën e 6. Faleminderit profesor Hakiu se ky desh hëngrive pak. E saktë përgjigja juaj. Oj, dashur Fadil, takzoni çekun e parë 250 euro. Që të kemi edhe ne më shumë informacion. Ju e dini ku ndodhet për shembull qyteti im I lindjes me Maliaj? Cili qytet? Me Maliaj. Qytet është? Qytet. Okej, jo, okej. Ka qenë qytet minatorësh, miniera është mbyllur prej kohësh. Tani këto momente në Shqipëri futet në hartën e qyteteve që ruhet prill. Jo, që janë duke vdekur. Që është vdekur apo? Po.
Nuk e dini, ndodhet në jug të Shqipërisë, është një nga qytetet e rrethit të Tepelenës, dhe unë me këtë rast e mora si shkak për pasoj. Të dim kush është Dardana? Ku ndodhet? Dardana është një qytez e vogël në pjesën veri lindore të Kosovës. Po? Është me rajonin e Gjilanit, dikun orientimisht me fshatat për rreth i ka rreth 40.000 banor. Ka qenë njohur me zhvillimin ekonomik të saj përmes minierave që janë të njohur në minierën e sintermagnezitit dhe qeramikës. Po? Komplete rajon është zhvillu pikërisht prej atyre 2 minierave. Është një prej vendeve të mira, jo të mira, ma të mira. Faleminderit për gjithë të informacion, Fadil, të rikthemi sërish tek loja në pyetjen e 6 të saj. Si është dikush që sfidon doktrinat e një besimi? Hermetik, heretik, hermenautik, hepatik. Hermetik është i mbyllur, plotësisht izoluar prej ambientit të jashtëm, jo vetëm prej arit, por është i mbyllur. Hepatik është lloj i smundjes e cila sulmon mëlçin, shkaktuar prej viruseve ndryshme. Hermenautik nuk e di çka është. Është për fluturimet e mbyllura. Hermenautik. Po, nautik është vetëm se për lëvizje, lëvizje të mbyllura, po, pajtona, e mësova një fjalë tre, për ata është milionerit që të mësojmë diçka tre, dhe ma shumë se i sigurt është kur dikush e sfidon doktrinën një besimi dhe të gjithë ata që i takojnë ati besimi, sidomos kleri, i thojnë që po krijon herezi në masa dhe përgjigja përfundimtare është në B heretik. E sakt. E sakt. Pyetja e 7. Si quhen substancat që prodhojnë halucinacione? Psikodelike, sociopatike, psikosomatike, sociobiologjike. Jam në dyshim mes të psikosomatike dhe psikodelike. Zakonisht psikodelike është kur krijohen ngjyrat e ndryshme për konsumimit të drogave, për konsumimit të substancave ndryshme narkotike, që në mënyrë dhe janë lloj halucinacionit. Psikosomatike. Sistemi somatik i njeriut. Jam në dyshim në mes të A-s dhe C-s. Kisha dashur me eliminu 2 të panjohura. Pra, do kërkoni ndihmën? Doja të eliminoj 2 të panjohura në mes të psikodelike dhe psikosomatike. Të përdorim ndihmën e publikut më mirë? Okej, Agran, po pranoj sugjerimin tonë. Po kërkoj ndihmën e publikut. Ndihmën e publikut. Atëherë publiku, këtë mungesbesimi që ka Fadili, ju lutem konvertojeni në besim. Pyetja është, si quhen substancat që prodhojnë halucinacione? Psikodelike, sociopatike, psikosomatike, sociobiologjike. Pulte telekomandën nëse jeni gati, votimi fillon tani. E do shikoj atë me syza çfarë përgjigje ka. Apo më shikoj edhe unë apo veç? Ja. Nuk lejohet. Psikodelike 44%, psikosomatike 44%, sociopatike 12%, sociobiologjike 0%. Është pikërisht mbi të dyja që ju dyshuat. Po? Publiku, faleminderit për përgjigjen shumë. Po sepse publiku e pa që kishte një lloj sigurie. Ne tha pa të shikojmë një herë. Pikërisht edhe do ta ndëgjoj këshillën e publikut. Përgjigja ime përfundimtare është A, psikodelike.
publicitet kemi pastak. Rikthehemi sërish të dashur miq, në këtë mbrëmje me sfidantin e dytë pra zoti Fadil Dalipi nga Dardan. Fadili vendosi për përgjigje funditare variantin A, psikodelike. Po ju thatë falenderoj publikun. Publiku ju dha një përgjigje 50-50. Jo, thash falenderoj publikun për një përgjigje shumë... Ishte me ironik jo, me të futur publikut, E sakt përgjigja juaj. Elaborojmë pak të? Pyetja e 8. Pojmë show. Cili shtet europian për shkak të formës që ka, shpeshherë i referojnë si heksagon? Zvicra, Franca, Spanja, Finlanda. Zvicra definitivisht nuk e ka formën gjashtkëndshme, shkak se është e zgjatur dhe e shtypur. Finlanda është njësoj e zgjatur drejtimin veri jug, kufimi Rusi, jam në mes të Francës dhe Spanjës. Referohet si heksagon. Forma e gjashtkëndshit, Franca dhe Spanja. Okej. Nuk është keq me lyp 50% mes Francës dhe Spanjës. Kërkoni ndihmën. Kërkoj ndihmën 50-50. Definitivisht kërkoj ndihmën 50-50. 50 me 50. Në këto momente, sfidanti kërkon këtë lloj ndihme, ju lutem regjia, bëni të mundur, largimi dy varianteve në pak të mundshme, ngelemi midis Francës dhe Finlandës. Dhe përgjigja përfundimtare është në B, Franca. Në momentin kur fillon dhe sqaroni, edhe unë ju lash në një kohë goxha të gjatë, që ju të sqaroni sepse realisht nuk po flisin të njerë, po sqaroni të sakt, sepse prandaj u riktheva tek pyetja për ta lexuar. Cili shtet europian për shkak të formës, jo nga tërësia e shteteve që rrethohet. Pra të formës, ti largove Zvicrën, largove Finlandën, fillove na the dhe kufit me se kufizohet Spanja, formën e Spanjës, edhe realisht unë prandaj thash guxo. Sepse mendova se ju po shkonit drejt Francës pa përdorur ndihmën. Ju përdorur ndihmën, këtë rast e saktë përgjigja. Pyetja e 9. Në filmin Inside Man të Spike Lee mund të dëgjosh një fjalim të Fanolit, Enver Hoxhës, Sali Berishës, Ahmet Zogut. Spike Lee është regjistori i filmit në të cilin Denzel Washington e luan inspektorin e policisë, në të cilin për një ndihmë të rastit në të cilin mirët Washingtoni, thërret një përkthys i cili koincidon që të jetë në gjuhën shqipe. Për shkak se në fillim dyshojnë që është në rusishte. Dhe përkthysja në atë rast e cila nuk ishte përkthysje në profesion, po ishte e një punë krejt tjetër, thot dhe me ato me nervoz të madhe, këtu është Hoxha. Për shkak se e mban mend si pionere e shkollës kur ish kryetari i Shqipërisë, e mban fjalimin në për çdo shkollë, në për çdo institucion, edhe në për çdo emision. Përgjigja e përfundimtare është në B, Enver Hoxhës. Zoti Llakaj,
shkojmë atutje, është ma shumë se Vjeni sa. natë pëse mos t'ishte e zëri Sali Berishë së bërë. E sakt, e sakt, e sakt. E sakt. E sakt. Bëhet pak më e kuqe. Dhe ma Pyetja e nxehtë. Pikërisht. Cili vend është i ndarë nga e ashtu quajtura linja e gjelbër? Irlanda, Qipro, Korea, Vietnami. E ashtu që linja e gjelbërt është vendos nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila i ka nda dy palë në luftë. Në të gjitha këto vende këtu, i vetmi vend ku OKB-ja është prezente sot e ma shumë se 30 vjetë, është Qipëroja. Dhe edhe pse jam në intens me thirrë ndihmën e mikut, për më e vërtetu këto, ma shumë se apo më tepër se, që duhet me thonë tash, jam në siklet shumë të madhë, zoti Allah ka në më ndihmo, më shumë se apo më tepër se, 98% jam i bindur që është Qipro. Kjo kur thash më ndihmo, ishte për sentencën e gramatikës, jo për përgjigjen. Në parlament i zgjedh gjithë presidentin e këtë duash. Me 2/3, kjo vetëm se ma jep edhe ma shumë të drejtin, se unë isha shumë larg ma shumë se 2/3, dhe përgjigjen e përndimtare është në B Qipro. E dija që do vite një moment do gaboje. Të gjithë vjen një moment, siguria të jep, unë kam shumë respekt për kulturën tuaj. Zotri, po ju thras, në këto momente, Fadil do ishte shumë më mirë se të regon, jemi më të afërt, kam shumë respekt, jeni me të vërtet njeri i lexuar dhe i ditur dhe i bredhur mbase, ishe titur. Jam disi shumë skeptik që kom gabum këto, për shkak se OKB-ja ka vendos linjën e gjelbërt, në Irlandë nuk ka OKB, në Kore nuk ka OKB, pas në Vietnam. Nuk ka në Kore OKB? Jo. I sigur për këtë? Ma shumë se i sigur. Nga se, ku nisesh? Për shkak se vëllaim ka qenë 3 vjetë si ushtari OKB-s, helmeta blu midis Kores Veriut e të Jugut? Pse me pa tjetër të pas ka një njeri që ditë ka më mirë këtë sak? Nga se nisesh? Vëllaim ka shërbyer 3 vjetë, vëllaim është shtetës Amerikan, ka marrë pasaportën, dhe ka shërbyer 3 vjetë si ushtari OKB-s në Kore, midis Koreve, të Jugut e të Veriut, ka parë dhe Kim Il-jungun e ri. Ja, fër ka vajtur për gjaj. Ju keni vlla? Unë vlla, jam veti 4 vlla. Jo, veç pyeta. Po. Vlla i madhimi ka parë udhëheqësin e Kores të riun, ka qenë për gjaj, po qëllonte në ato momente një drer me çifte, dhe vlla im e pa që ishte këtë nga kroma dhe i tha, pak më majtas. Kupton? Ja tha anglisht, ai e kapi gjuajti djathtas, se tha përdesa ma tha ky, më fjalë do të gjojnë krahun e kundër, se armiku bën, kupton? E sakt përgjigja juaj. E sakt. 1.750 euro për ju. Është pjesë e impresioneve nga shëtitja apo thjesht nga leximi, kultura që ju keni formuar deri tani? Se ka kulturë nëpërmjet leximit, nëpërmjet së parit, nëpërmjet shëtiturit e tjera. Ku është formuzuar kjo kultura juaj? Është më sinqerisht me fjalë. Po sinqerisht është më shumë leximi. Leximi, jo forma elektronike. Jo forma elektronike, se më shumë kur lexohet biletash në formë elektronike, koncentrimi shpërndahet në ato se si të manipulohet me diçka, po thjesht libra, kopja e fortë para vetit dhe ngulitja në temën në çka është e shkruar, qoftë libër, revistë apo gazetë. Në çfarë shtetesh keni qenë jashtë Kosovës?
Kam u thu kështu relativisht për vendet ndryshme. Një pjesë të jetës e kam kalu në Amerikën Veriore, në Kanadë. Para disa viteve jemi këthy prej Kanadës në Kosovë, ku thash punoj në misionin OKB-s dhe kam u thu, në për Evropë, Amerikë. Në një titull shkencor keni? Titull shkencor, jo. Titull grad, doktor, profesor, asistent? Jo. Nuk keni asnjë Jo, ato janë larg, jo. Je larg, do të rish larg? Po në përgjithësi thot me patjetër njerëzit duhet punojnë të mbrojnë një doktoraturë. Se masterat jemi bërë gjithë shqiptarët me master, por jo, edhe se disi e kombinin që larg, edhe për master është shumë larg. Nga kush jeni shoqëruar sot në këtë mbrëmje? Sot kam tentuar që të shoqërohem nga bashkëshortja ime Shpresa Mirë, po për shkak disa problemeve objektive ajo nuk ka mund me ardhë dhe jam i shoqëruar nga Tigri që përmenda pak më herët Narti, është djali më i vogli. Vajza e madhe punon, tha bab më vjen keq, po tha nuk muj kurse si me të shoqëru. E dyta tha bab kam studime, asesi tha mos nuk mundem dhe... Pse i keni vënë epitetin Tigri djalit? Se di, e ka fitu vetë, jo që unë ja ku më vendosë atë epitet, është pak ma i gjallë, ato që ka tenton me arrit, e thot pa kur farë. Emrin e ka? Emrin? Nart. Nart? Po, N-A-R-T. Nart? Nart. Nart, po, nga se keni zgjedhur? Nart, prej një librës të Roy Bradburyt, një kohë, moti dikur isha në shkollë të mesme, ka qenë udhëheci një këshillit prej të pleqve, prej 7 pleqve, një civilizim ashtu, thamë, të vjetër. Po? Është mund shumë që atë civilizim, dikush e ka marrë që është civilizimi i lirëve, po nuk kam kur farë fakti për ato. Përmenden disa saga për Nartin, cili është për fiset arianën në pjesën e mesme të Evropës, po ma konkretisht nuk kam... Bukur. Nart, mirë se erdhe. Faleminderit. Ju në çfarë shkolle jeni? Në gjimnazën Sami Frashër. Sami Frashëri. Mësoni sa Samiu, aq enciklopedik, apo Sami Frashërin, e njihni çfarë është apo jo? Po. Ju jeni kaq i ditur, lexoni, keni dëshirë të bëni kaq i ditur sa baba juaj, se ju ka vënë dhe epitetin Tigër. Po. Jeni mirë me mësime? Deri tash po. Po, çfarë ndron të bësh? Hala s'e kam caktuar. Nuk e ke vendosur. Po, po je i fuqishëm se si tigër mbrin çfarë të duash. Të falenderoj që ke zgjedhur të shoqërosh baban në këtë duel me të vërtet vlerash, sepse dueli këtu është midis milionerit edhe sfidantit. Dhe baba juaj ka ofruar këtë lloj vlere në këtë sfidë. Nuk ka rëndësi çmimi, vlera e parave. Kryesorja është që një njeri i ditur vlen dhe të vlerësohet dhe meriton. Vazhdojmë garën në pyetjen e 11 me një ndihmë të pa konsumuar. Pa modesti, Narti ju përcjell shumë këtë emisionin dhe shumicën e rasteve besoni që kishë më rri shumë ma pyetjen ma larg se sa unë në këtë rast. Çdo kush është i ftuar, i mirëpritur të aplikojë në adresën www.milioneri.com të provojë aftësitë e veta, ne të gjithë duam të fitojmë nga dijet e të tjerëve. Në fundit duhet kuptuar, shoqëria shqiptare më shumë se kur ka kuptuar që me njerëz të ditur natyrisht shkohet shumë shpejt në gjithë qëllimet e veta. Pyetja e 11. Nuk e ndëgjova. Është gongu që nuk na lejon të vazhdojmë, Fadil, dhe më vjen mirë që do të vazhdojmë garën së bashku javës tjetër. Jemi të vërtet një sfidant, unë do ta quaj vërtet ring dijesh, sepse me të vërtet ju përfaqësoni këtë vlerë. Të dashur miq, këtu mbaron dhe show i kësaj jave. Ju ftoj të rishifemi sërish e javës tjetër me më shumë emocion, me më shumë intrig. Edhe natyrisht këtë sfidë e bën më emocionuese vetë sfidanti, i cili kalon përsëri në garë për javës tjetër. Nga unë Agrollaka, një natë mirë. Kalofshi një javë të mirë. Ju takojmë të anën tjetër. Shkojmë Fadil.
përshëndetje! Ju përshëndes të dashur familjar të shtëpisë milionerit. Ju jeni familja milionerit, pra shtëpia, njëkohësisht dhe ju të dashur miq që na ndiqni në këto momente nëpërmjet ekranit. Sfida është emocionuese sepse kemi të njëjtin sfidant të javës kaluar, Fadil Dalipi, na dhuroi emocione, urdhëroi që kjo javë të jetë akoma me më shumë emocione, pse jo sot të mos kemi thyrësin e rekordit për 25.000 euro që mbahet nga Edgar Çani. Pse jo sot të mos kemi milionerin e 50.000 eurove. Uroj, shkojmë! Thuhet, edhe kemi provuar që gjithmonë në netët përpara provimeve ka një angth, ka një emocion, një kështu mungesë frymarrje, por e cila duhet kthyer e gjitha në fuqi për të mbritur në një rezultat pozitiv. Dhe për këtë pikërisht do të pyesim sot Fadilin. Si kaloi java, impresionet edhe kush është motivimi kësaj radhe? Mos më thuaj që 1.750 euro janë të siguruara, një ndim nuk e ke konsumuar dhe e thon shqiptar që të dali ku të dalë. Ju ishit një vlerë në këtë garë dhe realisht për të qenë dhe i sinqert, sepse thuhet që moderatori është mikpritësi, se mikpritës është gjithë shtëpia milionerit, e kam pritur me kënaqësi takimin sërish me ju. Ju falenderoj me plot modesti, mund me thonë që java e kaluar ka qenë shumë sfiduese. Një farë mënyre kam pas qef me marrë pjesë në show jo për atë vlerën që është në formë të numrit, po thjesht të krijojmë një atmosferë të mirë. Para se me ardhë në emision, jo këtë javë, po me javën e kaluar, kohën prej kur kam apliku e deri kur kam marrë ftesën, ishte bajgje e gjatë dhe njëherit e hyra në website-in e Sony Entertainment, ajo two-way traffic, dhe thash çka ka ndodhur, mos ka bankrotu apo diçka tjetër, dhe për befasi lexova informata shumë interesante. Një prej informatave që me detyroi apo më shtini me umburr që jam e kësaj pjese ishte që shtëpia e re, që kuptova që kishte qenë në një vend tjetër, dizajni shtëpisë e re, modeli shtëpisë e re, kish marrën si shpërblimin për model më të mirin. Njëherit në dhe në rastet të tilla nuk duhet orkitet. Po, kjo është Kjo është e arritur me siguri me punë të devotshme dhe të pakursyeshme të çdo antari që ka marrë pjesë në këtë ngjarje. Informata tjetër që ke shumë disi kurioze apo ke interesante është që prej shumë vendeve që kanë garu në këtë farë cikli, pos Anglisë dhe Shqipërisë, apo mirë thash Shqipërisë, të tjerat janë eliminu për kushte shumë banale, që me të vërtet është shumë send interesant. Ana tjetër është që kishte informatat që modeli i tillë i programit, modeli i tillë i showut, është modeli i cili popularizon njohuritë në masa, dhe për atë arsye inkurajoj çdo njerin që ka mundësi, aplikoni. Kur nuk i dihet, faleminderit. Kur nuk i dihet se edhe nuk është esenca se në çfarë numri mbërrini, po mjafton që e thuni një ide, një mesazh të fortë dhe të gjithë ata janë që mesazhet e mira i kuptojnë. Të falenderoj për fjalët e ngrohta dhe njëkohësisht edhe për sfidën, por njëkohësisht është ftesë që u bën edhe të tjerëve të bëhen pjesë e kësaj sfide, e kësaj loje kaq familjare. Gjithsesi,
në anën tjetër, është më shumë se e saktë se e kam kuptuar që Milioneri është një ndër të rrallat emisionet të cilat i bashkon të gjitha trojet ku flitet Kjo qip. Kosovë. Fadil, Unë jam gati. ti gati s'kena po digjet, është bërë ajo e kuqja që sa po vjen edhe po e bën akoma më të nxehtë, publiku është i gjithi sy e vesh, por edhe telespektatori për të parë në thonjza fatin në këtë lojë, në këtë ndeshje e ringudijesh të Fadilit me Milionerin. Në qoftë se je gati, unë do të aftoj publikun për një dodokyte të madhe, që kene emocione pozitive për ju. Pyetja e 11. Cila prej këtyre armëve shqiptare të shekullit të 19 e kopjuar nga modelet europiane quhej në Rumani pistoale albaneze, kurse në Turqi Arnautka? Salina, Kalina, Karafilia, Martina, Breshanja. Vetmja që më asocion në fjalë që kam dëgju, i cila është pushk, lloji i dyfekut, është Martina. Breshanja prej kësaj që breshën mund me hutu breshër plumash, që është një prej arsyeve që në shekullin 19 është kopju si model revolucionar në industrinë e armatimit, që kanë kopju europianët dhe turqit po ashtu, Breshanja. Martina Breshanja. Karafilia nuk e kam dëgju kur. Salina nuk e kam idenë se çfarë është. Kalinka në gjuhën ruse. Në turqisht Karafilia e zezë, Kara e zezë. Filja është shriti, apo ndezi. E kopjuar nga modelet europiane. Mendoj se duhet ndihma e kujdo qovë, po e kam vetëm se një ndihmë, mikun. Telefonoj mikut. Kush mund t'jetë? Jo, kam plan me telefonu mikun, ma të mirin, është shpresa të cilën gjithsesi dëshiroj edhe më janë dëgju zonin, po edhe ndoshta me marrë përgjegjjen e saktë. Atëre, lutem regjia, kemi nevojë për ndihmën e shpresës, pra në telefonoj një mikut, ka zgjedhur bashkëshorten e shpresën. E kam vendos cilën. Alo? Alo, Urnoni. Përshëndetje, zonja Shpresa. Urnoni? Agron Laka jam nga show Kujci, kush do bëhet milioner? Si jeni? O, vjen mirë falemderit, Urnoni. Përballë me në këto momente ndodhet të bashkëshorti juaj Fadili
Në rregull. Edhe pasi ka kaluar pragun e dytë garantuar 1.750 euro, është në pyetjen e 11 dhe në ndihmën e fundit telefonoi mikut, ka zgjedhur për 2 arsye. E para se ka dëshirë të dëgjojë zërin, dhe e dyta, në qoftë se ju e keni një arsye mbi arsyen për të dhënë një përgjigje pozitive. Atëherë duke i përshëndetur juve dhe 2 vajzave që keni në shtëpi, unë i kaloj me njëherë Fadilin, koha për pyetje dhe përgjigje është 30 sekonda. Në rregull. Tung 5, nuk po du me ta lexu fare pyetjen, veç dashta me tani zonin, dashta me të përshëndet, në arti është mirë, unë jam mirë, po du me të kallëzu që po mdokët që i fitova deri tash 3.000 euro me përgjigjen përfundimtare në C, që është Martina. Dhe njerit publikisht me të kërku falje për dosende që i ka ndodhur kohën e kaluar. Oh, super, vjen shumë mirë. Fala në artit dhe ty shumë. Bravo! Bravo, Fadil. Show sot e ka sërish emrin Fadil. Pra, ju zgjodhët si përgjigje Përfundimtare C, Martina. Martina. Është shumë e rëndësishme të theksoj, përpos se në të dytën javë na vjen njëri që është shumë i kulturuar, me shumë dije, mbi të gjitha një prind shëmbullor për familjet e tij, një bashkëshort, po me kaq kulturë dhe dignitet qytetar, unë do thosha se 1.750 eurot e fituara dhe përgjigja e gabuar në pyetjen e 11, se përgjigja e saktë ishte karafilja të bëja, por ju na dhatë sot në shtëpinë e milionerit edhe telespektatorëve një çmim tjetër, një çmim të asaj që shqiptarët kanë vuajtur, sa do i vogël që të ketë qenë akti, të kërkosh sot më falësh fisnikëri. Faleminderit për pos dijeve dhe fisnikërisë që ofrove në shtëpinë e milionerit. Le ta përshëndesim Fadilin dhe t'i urojmë suksese, fat dhe shëndet ju dhe familjes tuaj.